Ka qenë serios në atë kohë, ju e dini. Ajo që jemi duke thënë. Shkëm Graniti ka qenë serios. Po, pati, KPD dhe majta kanë qenë kulm me seriositetit. Shaho me libër shtëpia, pastaj puthun nga mbrapa. Për ata, për idealistët. Edhe ju për të majtë jeni olla. Se ja morën prymëritin, se është njëri, se ne jemi të vjetër. Sigurisht, po jo nga kjo, domethënë për ne Lenini ka vdekur Dakor, pra po, majta si jeni dhe... Lenini, Rov Stalini jeni dhe ko. Dhe shoku Stalin ka vdekur, edhe këta shokët e Stalinizmi nuk ka vdekur. Na kanë lënë uratën, kështu që... Stalinizmin e kemi aty. Jemi ndarë qartësisht. Po nuk ka asgjë të keqe për shakave tani, më parë që të takohesh dhe të dialogosh edhe të jesh... Sigurisht, por nëse ju mbani të qëndrim refraktar, unë nuk takoj, unë nuk bëj qëndrim refraktar. Jago e ke, pse se fton, thuaj, ato ulemi të bisoj atje grup negociator, Jago e ke zotrin. Thuaj, atë ulemi të flasim ja, unë po ju në tavolinë. Po për çfarë taftoj? Tani ai thotë unë jam Shkëm Graniti. Po ti thuaj edhe leja aty refuzimin. Më fal. Jo, më duket se e kërkuan këta në fillim. PD-ja doli fillimi tha të flasim jemi qëndrimi ishte ne jemi pastaj kur ta thanë nuk ulemi ata thanë jo nuk e përjashtuan ata që pastaj përjashtuan realisht e kemi përjashtuar e keni përjashtuar është e qartë nga retorika domethënë Shkëm Graniti Buzë Adriatikut qëndroni shtyp betoni thotë LSI-ja e kemi përjashtuar që në fillim shaj me Sali Berishën pastaj e sollin pushtet. Pastaj shante Edi Ramën, pastaj e sollin pushtet, sigurisht që nuk na kishim përjashtuar neve. Çështja është që ne i përjashtuam ne ata. Dhe ta shpjegoj se pse i përjashtuam. Jo, ti duhet të më shpjegosh. Më fal, zoti deputet. Ju lutem, yes. Jo, të ndihmuar, unë nuk do të ndërpres. Më shpjegoni si e sollëm ne Edi Ramën dhe si e sollëm, pra e morëm nga opozita. Edi Ramën e sollëm 2013 tash. Se Sali Berisha kush e vajte pushtet 2009? Pra, më fal, kush e vajte Sali Berisha pushtet? Nuk nis në 2025. Sali Berisha nuk u votua nga shqiptarët. Po këta pra. Sali Berisha nuk u votua nga shqiptarët. Atëre, a u votua nga shqiptarët? A mund ta shtroj një argument? Ore shtroni sa argumentat të doni. Tani të thuash, Tedi. Ishte kënaqësi. Mos përdor përvojën. Mos e kesh përdor përvojën. Fakti që është ri nuk do të thonë që ta Po sepse hyn në terrenet pa shkelura, edhe do të shkelin që ka përjashtuar Partia e Lirisë, nuk bën asnjë sens, sepse është një parti e cila në paktën në historinë e politikës shqiptare ka bërë këto zigzake gjithmonë në kërkim të pushtetit dhe sikur ta dinte që do merrte ato votat e Arlin Qorit, sigurisht që do na ftonte, siç e bën edhe eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike që nga studiet televizive na bërë të bashkohemi. Tani që ta mbaroj të them. Fal atyre jemi koherent, fal atyre që ju ndjes për i cilësoni zigzake, sot ti u thon pa viza në Europë. Tani mbase Sokoli do të vizionin ta bëjmë në këtë mënyrë. Unë dua ta çoj sot ke shetin e keni ndjes. Tani, qase jo nuk është koherente, pse them këtë gjë? Sepse ne siç e thash në fillim, kemi refuzuar totalisht bashkëpunimin me Sali Berishën, me Partinë Demokratike, me atë që përfaqëson Partia Demokratike. Thash, në njëra anë Agron Sheaj doli hyri tani po mbledh vota për Sali Berishën, ai Adriatik Labaj po njësoj, po doni edhe Ermal Asimja, ka qenë dikur te Kopi, ka qenë dikur te PD-ja. Pra është në logjikën e gjërave që të jetë njëri prej kandidatëve të Sali Berishës. Edhe zonja, që s'më vjen emri tani, Edira Çepani, ka qenë me partinë e zotit Lapaj deri vonë, pastaj vendosi të tërhiqej. Për këtë zotin Haçkajn mos gaboj, nuk kam informacion të them se çfarë pozite ka mbajtur. E kam fjalën që të gjitha aktorë ofertë nga Partia Demokratike, por ka refuzuar. Nuk e di. Është imperialist. E kam fjalën të gjitha aktorë kanë qenë në një mënyrë satelit që orbitonin rrotull Partisë Demokratike dhe në një moment caktuar janë ulur prapë në tryezë diskutimesh dhe potencialisht mund të jetë edhe kandidat. Nuk është e keqe, por nuk ka asnjë pikë takimi me qasjen tonë. Ne jemi koherent kur themi që ne nuk bashkëpunojmë me Sali Berishën. Ne themi që të rrëzohet Edi Rama, duhet ikë Saliu, duhet kryer baza e elektoratit edhe të majt, edhe të djathtë nga modeli i ri i politikës. Unë mbështes plotësisht që ju nuk doni të bashkëpunoni, se kjo është komplet korrekte. Me Sali Berishën. Po pra, po ju nuk mund mos bashkëpunoni me njerëz që kanë bashkëpunuar dikur po ku diun me Sali Berishën. Jo, po bashkëpunojnë sot pra, ulën tryezë.
Nuk po themi janë rrugës nuk do të thotë që ata janë të Berishës. Logjika e bashkëpunimit të tyre me Berishën qëndron. Jo, shiko, nëse me qira themi gjë për të tres, unë i kam dhe miq, po edhe i njoh nga afër dhe për mua janë figura me shumë integritet të tre dhe janë vërtet shumë serioz. Sidomos Ermali një herë, domethënë vlerësoj që është vërtet i figurë që do i bënte nder opozitës. Problemi është ai bën kjo opozitë nder Ermalit. Kjo është këtë kam me pikpyetje unë, po se vetëm gjë që kujtohet mua që Berisha e hoqi Ermalin pas zgjedhjeve të 2007-s. Ja hoqi Berisha nuk. Po se Berisha kës ka hequr, domethënë kjo nuk tani Ermali po të Berisha, pra. Fakt holla nuk po shkon Ermali sa thënë kjo, nuk është pronësuar, nuk është vallë po më nderon fakti. Tani po shkoj. Jo, ai thot më nderon që më keni më vlerësoni, por nuk ajo është kordiale, është rregull. Nëse pranon shkuar në PD. Se gjithë kemi të shkuar në PD. Unë për vete nuk do të doja të shkoj atje sepse nuk, domethënë unë jam me ty në këtë rast jam Ermalin. Patjetër, por Ermali nuk është i ftuar nga Berisha, është ftuar nga ose është propozuar nga zoti Sheh. Dhe unë them ti thua Ermalit që thotë se nga Berisha nuk do ta marrë kur ftesën. Jo, nuk kandidat në kryetar. Po duhet të them, shiko, më vjen, e di çfarë, dhe në vim ndjes, se unë se duhet ta mbylla. Është hera e parë që ndodhi, ndoshta jo vetëm në Shqipëri, po edhe në vende të tjera demokratike, ku opozita që duhet marrë pushtetin është në kërkim të një kandidati për të humbur, dhe këtë e di fare mirë edhe vetë. Po e mbyllim me batutën e Martinit. Faleminderit Martin, faleminderit Ergës, faleminderit Riti, faleminderit Edi, shënjësi. Ditë në fund të tunelit të opozitës, jo akoma. Shihemi nesër në ora 8, qëndroni në ABC News me Sali Doçën dhe War Report. Nga unë Sokol Balla, natë mirë.